Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam I dërgojmë. Vëllezër të respektuar, Allahu xhalleshanuhu për njerëzit dërgoi shumë pejgamber. E prej pejgamberve më të zgjedhur është Musai alayhi salatu wassalam. Allahu xhalleshanuhu e përzgjodhi si pejgamber dhe ja mundsoi të vetmit pejgamber që kontaktet, bisedat me Musain alayhi salatu wassalam të ketë në mënyrë direkte. Një ditë Zoti I madhruar ju drejtua pejgamberit të tij Musait alayhi salam duke I thënë: O Musa, ka disa njerëz prej robërve të mi që unë pasi që I fus në xhennet, ua mundsoj që ata vetë të zgjedhin pallatet, pritet e xhennetit dhe lumejt e xhennetit. E Musai alayhi salatu wassalam, kur e shtarë të dije se kush janë këta njerëz, tha: O Zoti im, më trego se cilët janë, kush janë këta njerëz, çfarë kategorie të shoqërisë janë këta njerëz. Allahu xhalleshanuhu I tha të dërguarit të tij se ata njerëz janë ata të cilët kujdesen për njerëzit në nevojë. Do të thotë, në momentin që unë edhe ti kujdesemi për njerëzit të cilët kanë nevoje të ndryshme, dije se Allahu xhalleshanuhu pasi që do të na fusë në xhennet dhe inshallah na bën prej banorëve të xhennetit, do të na mundsoje të zgjedhim nga pallatet, lumejt dhe fritet më të ëmbla dhe më të bukura të xhennetit.